E nderuar ministre e dashur Donika, shumë faleminderit që je këtu sot me ne. Zonja dhe zotrinj, të nderuar ambasador, të dashur miq, studiues, sot në 90 vjetorin e lindjes së Ismail Kadares, me respekt të thellë dhe dashuri të posaçme, kujtojmë veprën e tij monumentale, sa dhe kontributin kolosal për forcimin e vetdijes kombëtare. Sot Ministria e Jashtme e Republikës Shqipërisë kujton se Kadare e ngriti Shqipen dhe Shqipërinë në lartësi të admirueshme. Mbushemi me krenari kur konstatojmë se Kadareja ynë i njohur ndërkombëtarisht në tërë botën, më së pari ushqeu shpirtërisht e lartësoi moralisht popullin e tij. Shqipëria dhe shqiptaria tek ai dhe vepra e tij gjetën formën më të lartë të vetvetes. Kadare u shndrua në pasaportën e Shqipërisë atëherë kur vetë Shqipëria ishte brenda kafazit të izolimit, e qëndroi në atë piedestal edhe kur qem të përbuzur, të harruar e të keqkuptuar. Ai luftoi për ne edhe kur ne luftonim kundër tij. Nderojmë luftëtarin e paepur të Shqipërisë europiane, atë që dëshmoi botës se në këto troje rron një popull europian, në mish e në thua, që sa herë ka qenë i lirë, ka zgjedhur Europën. Përkujtojmë, përmes një ekspozite të thjeshtë me dokument nga arkiva e shtëpia, emrin e kolosit kulturor, humanist, patriotik, që për Shqipërinë dhe shqiptarët dha gjithçka dhe nuk mori asgjë. I përkthyer në shumë gjuhë, Kadare ka përceu izolimin halucinant, foli e shkruajti në emër të vendit të tij të mbyllur, po jo të dorëzuar, duke arritur të bëhet ambasadori shpirtëror i Shqipërisë në botë.